Po shkon drejt përfundimit puna për ndërtimin e urës së tipit Bejli në fshatin Qavzez të Kolonjës. Një gjë e tillë do të bëjë të mundur qarkullimin për banorët e 12 fshatrave, të cilët mbeten të izoluar pas dëmtimit të urës së vjetër për shkak të rreshjeve gjatë muajit nëntor. Ura e re ka një kapacitet mbajtës prej 24 ton dhe do të bëjë të mundur kalimin e sigurt të banorëve dhe mjeteve. Më vjen shumë mirë që puna u realizua në një ark kohor të shkurtër, të vetëm 2 javë, që në momentet e para kur jemi sinjalizuar nga institucionet vendore dhe strukturat vendore për dëmtimin e urës, kemi marrë masat me policinë e shtetit fillimisht për të siguruar mos kalueshmërinë e qytetarëve për të mos patur asnjë rrezik. Më pas kemi angazhuar inxhinierët e autoritetit rrugor shqiptar për të bërë një propozim teknik edhe vlerësim teknik, të cilin e kemi përcjell në rrugën zyrtare pranë Ministrisë së Mbrojtjes, dhe më vjen shumë mirë që pati një reagim të menjëhershëm dhe dua të falenderoj me këtë rast Ministrin e Mbrojtjes edhe drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Zotin Çako, strukturat e ushtrisë, strukturat vendore të bashkisë ishin në gatishmëri të plotë për të reaguar në kohën më të shpejtë të mundshme për të ardhur në ndihmë një komuniteti të 12 fshatrave që nuk kishte një alternativë kalimi në kushtet kur kjo urë u dëmtua. Kështu që më vjen shumë mirë që kjo sipërmarrje e përbashkët sot përfundon edhe lehtësohet kalimi i banorëve të kësaj zone për të rikthyer normalitetin e dinamikës së jetës tyre. Ishte momenti për të treguar vërtet që kur gjithë institucionet bëhen bashkë, bëjnë një punë të bukur për këta banorë të cilët të vetme zgjidhjen që kanë për rrugë kalimi është kjo urë që sot përfundoi në kohë rekord. Një falënderim i veçantë për gjithë punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët ditë natë kanë punuar në mënyrë intensive dhe ne ja dolëm që të realizojmë lidhjen e thellësisë së zonës së Shënmërtirit me gjithë krainën e Kolonjës. Tashmë me angazhimin maksimal të gjitha strukturave, punimet janë drejt përfundimit dhe ura pritet të vihet shumë shpejt në funksion të komunitetit.